pse po nafton o vlla. Nëse qenë kemi të kapur nga mafia, nga oligarkët, pse po nafton në qeveri vlla. Pyetja është çfarë po bëjmë për president. Presidentin lem aty mu, po a pedon që të ministria që tjetër, mos ke marrë me fol për ministri o vlla. Pse po nalet e emrat zoti Kurti? Për mos me e bë. Saksisht për mos me e bë. Qysh mund me bë të emra? Është ideja, strategjia që mu kap të emrin, s'po bën sikur emën? Po saksisht, sepse thash edhe një herë, një lider i vërtet që dëshiron me e zgjidh këtë temë, sikurse ti Fidan, kur e qet një konkurs për një vend pune, ti në shpallje atje thu. Do të me pas minimum fakultetin, 5 vjetë përvoj punë, Pra dhe na po flasim për të njëjtën. Hajde qesim një herë kriteret, çfarë lloj presidenti po dojmë, e mandej prej këtyne kritereve e gjejmë një emës që na përshtatet të gjitha partive politike, ose 2 partive, pra, ose multilaterale, ose bilaterale. Por zoti Kurti po jo. Ama emrin unë të kallëzoja më pëlqen ajo, sepse kjo është trik politik i ult për mos me e bo. E po LDK-ja s'po ma jep emrin. Të ja jep një emër, Fidan Jupolli thotë, jo Fidan Jupolli s'bën, e du një tjetër. Pra është loj, pra nuk dën. Domon është ti çfarë qëndrimi zoti Kurti çfarë presidenti don. Emri po përdoret si argument me mshef tendencën edhe ambicën që thatë që i vyni presidenti, cili thotë vallai nuk di më jep në aeroplan një 4 deri sto apo shkon ti më në shu. Fakti që zoti Kurti i ka nominu 2 emra nga ratë e partisë politike të tij, po tregon çfarë presidenti po don. Po tash, a bjen pak ndesh edhe me këto që po thoni, ty di se zoti Konjulca është njëri më i votuar në historinë e Kosovës, ka me 315 vota. A kish mund të më bë zotin Konjulca zoti Kurti si dikush që hypon 4 dhe thotë nuk di më aeroplan apo shkon. Jo, respekt maksimal për zotin Konjulca, nuk e përshkruva unë ato kur thash. Ato çka po don Kurti, po tash sa mundet me ndodh një zot i tillë me zotin Konjulca. Jo, dallimi mes asaj është zoti Konjulca është antar i partisë vetvendosje, që kryetare ka Albin Kurtin, dhe natyrisht nëse kryetari i tij i thotë Glauk, unë po mere me diplomacin, ti mero me çështje tjera, a i thot në rregull, sepse jemi të kam kryetar të partisë, merremi vesh, dhe thot unë shoj rrugën këtë drejtim, ti vazhdo andej. Pra, një president tjetër, i cili është i pavarur, është profesional, i cili ka marrëdhënie të shkëlqyeshme ndërkombëtare, ai thot unë detyrat që më jep dhe hapësirën që më jep kushtetuta do e shfrytëzoj maksimalisht për interes të Kosovës. Zoti Konjulca thash edhe një herë është bashkëpartijak i zotit Kurti, pra kur ai ja kërkon që t'i halshoj hapësirë në marrëdhënie ndërkombëtare, zoti Konjulca ja lëshon. Një president tjetër nuk do e bënte këtë, do i shfrytëzonte të gjitha hapësirat kushtetuese. A ju studiti oferta prej 4 ministrive tash deputet të pushtetit, me një herë a dy tanë, s'farë oferte të modhi, generoze, nuk me pranojnë. Preja so hajde bëjmë koalicion, mas i dulë zoti Abdiziku, thasë që me qka së përvëndën takimi për presidentit, janë nësër më thonë që jeni partije 4 oligarkve, jeni kriminal, jeni të korruptum, jeni hajdut. A dëmonë para 10 minutave ishin takim atje, u pritke, dëmonë mas 10 minutave, mas refuzimit, dullin kretë. I shtrova 2 pyetje për një temë. E kuptova, po nëse qenë kemi të kapur nga mafia, nga oligarkët, pse po nafton e qeveri, vlla? Ta shfillova dhone me folë si Kurti, vlla. Pse po nafton o vlla. Pra, nëse jemi kriminal, nëse Besian Mustafa qenë ka kriminal, i kapur nga mafia, nga oligarkët e nga krimi organizuar, pse po efton ministër e zavens kryeministër? Mos nafto. Prandaj po thëmë është e pasinqert, është loje ult politike e klasës 2 fillore. Pra, 5 minuta ma herët po thu, po t'jap zëvendës kryeministrin edhe 4 ministra, kur ti po i thu, jo, unë ka marrë këtu me bisedu me ty për presidentin. Hajde e zgjedhim çështjen e presidentit, sepse edhe nëse hiju në qeveri, presidenti nuk ka zgjedh hala. Pra, që po thotë LDK-ja, po hinë qeveri, në rregull. E president? Pra po me të vakumi president, pra po shkojmë zgjedhje. Prandaj po them është që thojnë me qitë qerën para kalit. Hajde ulemi edhe zgjedhim çështjen e presidentit. Kur te kryjmë çështjen e presidentit, nëse zoti Kurti ka një dëshirë të zjarrt me pas LDK-n në qeveri, në koalicion, rregull ulëm, flasim, a mundemi, a s'mundemi, a dojmë, a s'dojmë, a bën, a s'bën, për çfarë politikash po flasim e tjera. Por tema kryesore, nevoja imediate e Kosovës deri të martën, është me zgjedh presidentin, jo me nda ministri. Prandaj për neve ishte sa e çuditshme edhe pa kuptim. Pse po flasim për ministra kur janë armë me fol për president? Se ministrat i ki 19 ministra i ki tut. 66 deputet i ki në kuvend. S'po du na unë e kurgju. Pyetja është çfarë po bëjmë për president. Presidentin lem aty mu, po a pedon që të ministria që tjetër, mos ke marrë me fol për ministri o vëlla. Është pazar, se dikur zoti Kurti konsideron të gjithë përmetësimet e partive tjera politike si pazare. Pazare në emër të vullnetit të popullit. Pazare me institucionet e vendit, qytetarit e jo të babës, e jo tina. Merret që telefon, e ama që tablet është pazar.
meri 4 ministri, e ama prezidentin, është pazar. Nuk është negociim? Edhe pazar negociim, varë që fa shpreje po dënë me thonë. Më falë, zoti Kurti, intelektuali, thot po negocioj, po diskutoj, po debatoj. Në gjuhë popullori, thojmë pazar. Jo, la mos ma jep që ta i fënë për ata, po shtëm edhe 100 euro, po ta... Pazar është ta, ti quje që është ki shep. Pra, kur ti shkon me bisedu për prezidentin, edhe i thot, lema mu prezidentin, e që merë zëvend kryeministrin dhe 4 ministri, ajo është pazar klasik, ndryshë është di që shqithoj. Besian, që komenton tashu? 10 minuta ma heret, për ju beson, mi u dhomë pozitat. 4 ministri, krye parlamentarin, zëvend kryeministrin, njeri ma tafërt kryeministrit, edhe merë mas refuzimit, vlun statusat e deputetve, një pjesë, jo që, një pjesë deputetve, që dijen që është veprojnë edhe në kuvend, edhe me statusa, tash mos o sekret, vlenë në mesazhet, kush është shunit, kush është s'ka tek, dullën me akuzat e tilla. S'ka flet kjo për sinceritetin edhe modestin, ose për ato si konsiderohet bashkëpunim politik. Po ta besoj 4 ministra, kryeministrin, masi perfuzon po të mi i korruptum tash, e ke ditë edhe ma herë sa njerëz janë korruptum. Çuçi ja besove 4 ministri e kryeministrin. A do të thotë se ti i korruptum, s'është krim edhe ti kur e merr një njerëz të korruptum, e jep 4